Vëllezër të nderuar, Allahu i madhëruar kur e ka krijuar njeriu, nuk e ka krijuar pa vetdije. Nuk e ka krijuar Allahu për të bërë provë veten e tij se sa është Allahu i plot fuqishëm, i perfeksionuar në krijimin e njeriu. Por Allahu e ka krijuar njeriu në atë mënyrë për t'i treguar të gjitha krijesave, për t'i treguar edhe vetë njeriu se Allahu është i atill që mund të bëjë çdo gjë. E ka krijuar njeriu dhe i ka dhuruar një mendje që atë duhet ta përdorë. Për fat të keq, shumica e njerëzve e kanë lënë jashtë përdorimit. U ka zënë marimanga. Kanë frikë ta përdorin se kanë frikë se ju marrohet. Disa e kanë marrë si armik. Disa e kanë përdorur si mjet për interesat e tyre të kësaj dynja. E disa të tjerë, duke i kërkuar Allahut udhëzim, kanë gjetur udhëzimin. Ibrahimi a.s. e gjeti udhëzimin duke logjikuar dhe duke menduar. Pra na tregon Allahu i madhëruar se nëse njeriu mendjen e pastër, mendjen e shëndosh e përdor për të gjetur të vërtetën, ai do ta gjejë të vërtetën. Nëse këmbgul për ta gjetur të vërtetën, do ta gjejë. Edhe nëse është në rrugën e gabuar, ne kemi shumë shembuj të cilët e kanë filluar rrugën e tyre për të gjetur gabimin e Kur'anit famlar, për të gjetur kontradikta në Islam dhe kanë përfunduar duke thënë La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, duke deklaruar se nuk ka zot tjetër përveç Allahut të madhëruar dhe se Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Pra nëse e përdor këtë mendje njeriu në mënyrë të shëndosh ashtu siç e ka dhuruar Allahu, ai nuk do të ketë rrugë tjetër vetëm se të dalë aty ku Allahu i madhëruar dëshiron. Allahu në Kur'an thotë udhëzoj atë që dua unë dhe humb atë që dua unë. Por atij që do t'i japi udhëzim Allahu në zemër, atij i jep edhe forcën për përpjekje. Thot Allahu i madhëruar, vëllezër dhe motra, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Dhe nuk ka thot as një gjallës në tokë që të mos ja ketë garantuar Allahu i madhëruar rrezikun e tij. Na ka treguar Allahu i madhëruar që çdo krijesë që ka krijuar e ka krijuar bashkë me rrezikun e vet. Në këtë aspekt, besimtari sidomos nuk duhet të ketë frikë që të majtë qëndrimin e tij ashtu siç i takon atij, sepse rrezikun e ka të caktuar nga Allahu, nuk e ka nga pronari, nuk e ka nga dyqani, nuk e ka nga politika, nuk e ka nga askush tjetër, por e ka nga Allahu i madhëruar. Nëse i mbyllet një derë për të siguruar rrezikun e tij, të jetë i bindur se Allahu i madhëruar do t'i hap një derë tjetër për të vazhduar rrezikun e tij. E ka garantuar Allahu i madhëruar, por përpjekjet tona i ka lënë për ta kërkuar ne në rrugën e duhur apo në rrugën e gabuar. Sepse në ditën e gjykimit Allahu i madhëruar nuk do të na pyes neve sa kemi ngrënë, por do të na pyes rrezikun që u caktova unë dhe ju garantova unë. Si e keni ngrënë? Në rrugë të lejuar apo në rrugë të gabuar? Pra Allahu i madhëruar nuk do të na pyes neve sa kemi fituar, por do të na pyes atë që kemi fituar, si e kemi fituar. E për këtë arsye na ka dhënë mendjen, na ka dhënë zemrën, na ka dhënë dhe hidajetin, pra udhëzimin në rrugën e tij. Është një ndër çështjet më të kompleksuara në këtë kohë. Ka qenë gjithmonë, por tani më duket sikur po theksohet edhe më shumë çështja e të fituarit të bukës së gojës në fjalë shumë të rëndomta. Frika se mos dal nga puna, frika se mos më heqin nga vendi punës, frika se mos më bëjnë diçka tjetër, më bojkotojnë këtej apo më bllokojnë këtej, është e gjitha dobësimi i zemrës tonë në mbështetjen tek Allahu i madhëruar. Është frika e cila na frikëson me varfëri. Prandaj duhet të jemi të vetëdijshëm se kur e ka krijuar Allahu këtë krijesë, nuk e ka krijuar pa rrezikun e tij. Mund ta ketë të vështirë për ta fituar, mund ta ketë të lodhshëm për ta fituar, por
atë do ta marr dhe do ta konsumoj, sepse Allahu e ka caktuar në atë mënyrë. Thot Allahu i madhëruar në një ajet tjetër kuranor, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu yabsutu rizqa limen yasha'u wa yaqtir. Allahu ja zgjeron rrezikun kujt të doj dhe ja pakson kujt të doj. Pra është në dorën e Allahut që të na zgjeroj rrezikun ton apo të na paksoj atë. Dhe kjo varet nga veprat tona, nga mënyra se si sillemi ne me atë. Ibrahimi a.s., vëllezër dhe motra, ishte një ndër pejgamberët që posedonte dhe pasuritë e mjaftueshme. Mund të themi edhe të tepërt, sepse fjala e tij na tregon se sa shumë pasuri kishte ai. I thot Xhebrailit a.s., i thuaj Allahut të madhëruar të më paksoj pak pasurinë, sepse duke pas kaq shumë pasuri, duke u marrë me këtë pasuri, nuk më mjafton koha të adhuroj Allahun ashtu siç duhet. Pas një kohe, Xhebraili a.s. i thot Ibrahimit a.s. Allahu i madhëruar urdhëroi që nëse do robi im t'i paksohet pasuria, ta marri ushqimin, ta marri bukën dhe ta haj në këmbë duke ecur. Është një fenomen që e kemi tashmë edhe në familjet tona. Duke ecur, duke bërë diçka, duke ngrënë. Ibrahimi a.s. e merr bukën dhe fillon të haj duke ecur. Por çfarë bën? Nga besimi i madh që kishte tek Allahu, nga dashuria që kishte për Allahun dhe respekti që kishte për bereqetin, begatin që i kishte dhënë Allahu, merr një mbulesë dhe e vën përpara. Të gjitha thërmijat që binin në të, ai i hante. Pasuria çdo ditë ju shtonte më tepër. Ankohet Ibrahimi a.s. I thot Xhebrailit a.s. i thot, unë i kërkova Allahut që të më paksoj pasurinë, po më shtohet dita ditës. Xhebraili a.s. i thot, vëllezër dhe motra, është shumë interesante. Allahu të thatë ta hash ushqimin në këmbë, për shkak që të bien thërmijat në tokë, ti t'i shkelesh dhe t'i japësh Allahut një arsye që të paksoj bereqetin. Por ti bëre të kundërtën. I mlodhe, i hëngre, pra e respektove, dhe Allahut nuk i dhe asnjë arsye tjetër vetëm se ta shtoj atë. Allahu nuk i bën pa drejtësi askujt. Në momentin që ne e respektojmë Allahun e madhëruar, e respektojmë bereqetin që na ka dhënë Allahu i madhëruar, nuk ka rrugë tjetër vetëm se të shtohet ajo. Po pse vallë kemi vajtur apo po shkojmë drejt një varfërie brenda në shtëpitë tona? Atëherë duhet të shohim dy gjëra. E para, ushqimin që konsumojmë, sa konsumojmë dhe sa hedhim në kosh. E dyta, thërmijat që na binë në tokë. Vallë, a i mbledhim dhe i pastrojmë, apo i shkelim mirë pastaj i pastrojmë. Nëse këto dyja ekzistojnë në shtëpitë tona, nuk ka nevojë për shumë arsye për të kërkuar pse nuk kam bereqet në shtëpi. Janë dy arsye që i kemi parasysh për ditë. Pejgamberi a.s. thot, kush ulet në sofër për të ngrënë bukë, han bukë, dhe para se të qohet prej bukët, thot, mbledh thërmijat që i kanë rënë gjatë ngrënies së bukës, nga ajo sofër nuk qohet vetëm se i falur nga Allahu i madhëruar. A e kemi këtë veti? Gjithë e cili duhet ta shikoj në veten e tij. Atëherë nëse duam që të na shumohet, na zgjerohet rreziku, na zgjerohet bereqeti që Allahu i madhëruar na ka dhënë, ne duhet të përdorim manualin e përdorimit ashtu siç duhet. Nëse bijem në kundërshtim me këtë, atëherë nuk kemi pse ta kërkojmë arsyen tjetër kund. E kemi tek vetja jonë. Nëse ne nuk e zbatojmë ashtu siç duhet, Allahu i madhëruar siç i jep shkaqe për të shtuar bereqeti, ashtu i jep edhe shkaqet për të paksuar. Kush mund të jenë këto shkaqe? Mund të jetë heqja nga puna, mund të jetë ulja e rrogës, mund të jetë problemet e tjera. Neve na duket sikur pronari na e ka bërë me qëllim, apo i tjetri na e ka bërë me qëllim, por në fakt ne kemi përgatitur terrenin e kësaj që Allahu na jap një mësim në një vend tjetër që ne të veprojmë.
Por si zakonisht, ne si njerëz të pagabueshëm asnjëherë, gjithmonë e kërkojmë gabimin tek tjetri. Gjithmonë e kërkojmë të keqen tek tjetri. Dhe kur na bie ndonjë sprovë, themi: "O Allah, mu më gjetë që të mbijnë sprova, pse s'ja dhe dikujt tjetër?" Duke harruar se edhe ai është rob i Zotit, edhe ai është njeri i Zotit. Atëherë që të kemi bereqet, duhet të jemi të vetëdijshëm se çfarë veprojmë dhe se si veprojmë. Thot Allahu i madhëruar në një ajet tjetër kuranor: Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Dhe kush i friksohet Allahut të madhëruar, kush mbështetet tek Allahu i madhëruar ashtu siç duhet, Allahu i madhëruar atij i hap rrugë dalje. E furnizon nga aty ku nuk e pret. Është shumë e thjeshtë. Nëse ne e kemi besimin e plot tek Allahu i madhëruar se ai ka caktuar rrezikun ton, ai është që na furnizon, ai është që na shton bereqetin, po ai është edhe që na e pakson. Atëherë thot Allahu i madhëruar: unë do t'ju jap juve bereqet, do t'ju jap juve pasuri, do t'ju jap juve shëndet, do t'ju jap juve mirësi aty ku nuk e prisni ju. Sa herë na ka ndodhur në jetët tona që në një moment që kemi qenë shumë në vështirësi, Allahu i madhëruar ka dërguar diçka që na ka zgjidhur problemin aty ku nuk na ka shkuar mendja asnjëherë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Law annakum tatawakkaluna ala Allahi, ala tawakkuli", nëse ju i mbështeteni Allahut të madhëruar ashtu siç duhet mbështetur, pra 100%. Nëse i mbështeteni Allahut të madhëruar, thot, në këtë mënyrë, pa asnjë mëdyshje, tek ai thot: "Le razaqakum kama yarzuqu at-tayra", Allahu do t'ju furnizoj juve me pasuri, do t'ju jap juve bereqet, do t'ju jap juve rrezik, ashtu siç i jep zogut. Vëllezër të nderuar, çdo krijesë që ka krijuar Allahu i madhëruar, i ka garantuar pra rrezikun, ja ka garantuar krimbit, ja ka garantuar luanit, ja ka garantuar zogut, ja ka garantuar peshkut, ja ka garantuar insektit më të vogël. E si mund të mendojmë se s'ja ka garantuar krijesës më të bukur që ai ka krijuar, njeriu? E pse vallë pikërisht ky njeri bie në pesimizëm, e humb besimin e tij nga krijuesi i gjithësisë, e lidh shpresën tek krijesa tjetër. Njëherë vdes babai i 3 fëmijëve dhe e jema bashkë me fëmijët, tashmë ishin pa të zotin e shtëpisë, pra pa babaj. Kur vinin njerëzit për ngushëllim, i vinë shoqet e saj, që ishin komshi, dhe i thonë: "Motër, si do ja bësh tani me 3 fëmijë? Se burri që punonte vdiq. Tani si do ja bësh?" Dhe ajo i thot një përgjigje që në fakt duhet ta kemi të gjithë vathën e vesh: "Motra, e keni ngatëruar. Ai ishte personi që ja hante rrezikun bashkë me mua, ndërsa ai që na ka dhënë rrezikun është gjallë. Zoti i gjithësisë. Nëse ne jemi të bindur se rreziku vjen nga Zoti, asgjë tjetër nuk mund të na lëndojnë neve dhe të na trondisin besimin ton. Nuk mund të na shmangin nga rruga e drejtë. Por ama duhet të jemi të përkushtuar tek ajo. Si duhet të jemi të përkushtuar? Si duhet të jemi të mbështetur tek Allahu i madhëruar? Vëllezër dhe motra, duhet të jemi të mbështetur tek Allahu i madhëruar si nëna e Ismailit alayhis salam, Haxheria, Allahu qoftë i kënaqur me të. Si u mbështet ajo? Ajo prandoi që Ibrahimi alayhis salam ta largoi nga shtëpia e saj. Dhe ku e çoi? Nuk e çoi në një vend që kishte bereqet, por e çoi në një shkretir. E çoi në një shkretir. Ajo çfarë bëri? Nuk ju ankua Zotit: "O Zot, pse na hodhe këtu?" Por kërkoi me këmbgulje ujë për fëmijën e saj. E kërkoi aq me këmbgulje sa që në mes të shkretirës ajo kalonte nga kodra Safa në kodrën Merva,
për të kërkuar ujë, edhe pse një herë kur kishte kaluar, s'kishte gjetur ujë, kalon herën tjetër nuk gjen, kalon herën tjetër nuk gjen, kalon herën tjetër, plot 7 herë nuk gjen ujë. Herën e 7, Allahu i madhëruar i jep ujin më të bereqeshëm botë. Ujin Zemzem. Nuk kishte ujë në atë vend. Por këmbgulja e saj në kërkimin e riskut të fëmijës së saj, këmbgulja e saj dhe e kërkonte nga Allahu i madhëruar i dha atë pusë që nuk shterr asnjëherë, nuk do shterr deri në ditën e gjykimit. Ujin më të mirë që ekziston në botë, ujin Zemzem. Nëse ne me këmbgulje i kërkojmë Allahut të madhëruar për të na dhënë nga halali, për të na dhënë ushqim të mirë për fëmijët tanë, për familjen tonë, me këmbgulje, por duke e kërkuar atij, jo duke e kërkuar tjetër kund. Kjo çfarë do të thotë? Kjo nuk na ndalon neve të kërkojmë punë tek të tjerët. Por kjo na ndalon neve të mendojmë se të tjerët na japin neve punë, na japin neve risk. Jo, ne fitojmë riskun tonë. Dhe në një hadith tjetër thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna ruha al-qudusi nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizquha. Thot Xhebraili alayhi salam erdhi dhe më frymëzoi, më tha mua se nuk do të vdes asnjë krijesë pa e plotësuar rrezikun e vet. Pra, pa e ngrën kafshatën e fundit që ka për ta ngrënë, nuk ka për të vdekur askush. Atëherë kur e gjitha kjo është e garantuar deri në frymën e fundit, pse vallë duhet të dalim nga rruga e Zotit ne për të pas disa lek më shumë në xhep që nuk e dim janë tonat apo jo? A mund të themi se çdo krijesë, çdo njeri e hëngri pasurinë e tij deri në qindarkën e fundit pasaj vdiq? Apo për dikë themi la shumë pasuri mrapa, për dikë themi ishin në varfëri i la po në rrugë? Askush nuk e ka plotësuar qëllimin e tij në këtë dynja dhe pastaj ka ikur, por ka ikur kur ka plotësuar riskun e tij. Kur ka mbaruar të gjitha kafshatët që Allahu i ka caktuar, kur ka mbaruar numrin e frymëve që Allahu i ka caktuar, ka kaluar tek Allahu i madhëruar. Kur e gjitha kjo është e garantuar prej Zotit, atëherë pse vallë gjithë këto ngatresa, pse vallë gjithë këto mosmarrveshje me njëri tjetrin. Thot pejgamberi alayhis salam në një hadith tjetër, ma naqasat sadaqatun min malin. Një gjë që e kemi frikë të gjithë. Sadakaja thot nuk ta pakson pasurinë. Lëmosha që jep nuk ta pakson pasurinë. Ajo lëmosh është sebeb për ta zgjeruar pasurinë. Atëherë, nëse ne japim, aq sa kemi mundësi, brenda mundësive tona, ku do e japim? Aty ku ne e shohim të arsyeshme për ta dhënë. Nëse ne përdorim një xhami për ta adhuruar Zotin, atëherë pse mos të kontribojmë tek ajo xhami që kushtet të jenë të mira? Nëse ajo xhami ka nevojë për diçka, pse mos jemi ne kontribuesit e asaj? Nëse një familjar ka nevojë për diçka, pse mos jemi ne kontribues? Komshit kanë nevojë për diçka, pse mos jemi ne kontribues? Kur ne kemi të garantuar riskun dhe e dim që Allahu atë që na ka caktuar ne do ta ham, e kam apo se kam lekun në xhep, atëherë pse mos jemi dhënës? Tregohet për një vezir në kohën e Perandorisë Osmane që i kishte dalë nami që ishte koprac. Flisnin të gjithë. Ai është koprac. E dinin të gjithë dhe ai një ditë dhuron të gjithë pasurinë e tij. E marrin vesh njerëzit për rreth që kishte dhuruar të gjithë pasurinë e tij. Të habitur i shkojnë në shtëpi dhe e pyesin: si ka mundësi që ti ke dhuruar gjithë pasurinë tënde kur ne të gjithë e dim se ti je dorë shtrënguar? Ai thot, po, e vërtet është. Unë jam dorë shtrënguar dhe nuk mendoj askënd tjetër përveç vetes. Po ti dhurove gjithë pasurinë. E dhurova që të më dalë në botën tjetër, se nëse nuk do ta dhuroja, do më ngeltem këtë botë. Pra shikoni se si e mendon. E dhurova në rrugën e Zotit që pasuria të më dalë në botën tjetër përpara.
Se nëse nuk do të adhuroja, do ngeltën këtë botë. Një gjë që nuk shpenzohet në rrugën e Zotit, një gjë që nuk përdoret ashtu siç kërkon Zoti i gjithësisë, është pasuri që ngelet këtu. Kur vdes një njeri, njerëzit pyesin çfarë ka lënë mrapa, ndërsa melekët e Allahut thonë çfarë ka sjellë me vete. Të bëhemi prej atyre inshallah që melekët të krenohen me veprat tona, e ata që kanë ngel mrapa të jenë të kënaqur me veprat tona dhe me atë që kemi lënë. Na bëft Allahu i madhëruar prej atyre të cilët veprojnë, jetojnë, flasin e çdo gjë e kalojnë vetëm se sipas rrugës së Zotit. Na bëft prej atyre të cilët Zoti është i kënaqur me ta në këtë botë e në ditën e gjykimit na ringjall me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Allahu i madhëruar është ai i cili i zgjidh të gjitha hallet e kësaj bote, si për këtë botë ashtu edhe për botën tjetër. I lutemi Allahut që në këto ditë të vështira të popullit ton që po përballet me përmbytje nga pothuaj në të gjitha trevat shqiptare, Allahu i dhën lehtësim, i ndihmoft ata të cilët kanë humbur pasurinë e tyre, njerëzit e tyre apo shumë gjërat e tyre, Allahu ju kompensoft me më të mira dhe na dhënë Allahu vetëdije, na zgjoft nga ky gjumë, nga kjo llapi që na ka kapur e na bëf për atyre të cilët kërkojnë zgjidhjen ashtu siç duhet për interesat e popullit e jo për interesat e xhepave të tyre. Allahu i madhëruar këtë dimër e bëf të butë edhe për vëllezërit tanë në Gaza, për motrat tona në Gaza, të cilat po vuajnë, po vazhdojnë të vuajnë edhe pse me mashtrimet e tyre zullumqtarët po tregojnë sikur kanë bërë një marrëveshje për të mos luftuar, por ditë për ditë po i vrasin. Allahu zullumqtarit i dhënë hakun. E dënoft ashtu siç din Allahu i madhëruar. Por kjo nuk është vetëm në Gaza. Kjo është në çdo cep të botës ku ka dhunë. Në çdo cep të botës. Prandaj Allahu qoftë mbrojtësi i të dhunuarit e dënuesi i zullumqtarit.